Zoti Abdigjiku nuk ka më shumë se gjysmën e partisë që e përkrahët. Ndërkaq kthimi i zonjës Osmani nuk është pa kushte. Zonja Osmani është presidente e vendit, ose ka qenë presidente e vendit deri para pak ditësh. Eksakt. Dhe ajo nuk mund të kthehet si një antare zakonshme për të nisur avantazhet e saj ose angazhimin e saj politik nga dega dhe në dega, nga një lagje periferike e Mitrovicës ose e Prishtinës. Ajo kthehet për të qenë prisë e një procesi politik, sepse nuk mund të kthehet do si do, sepse nuk mund të zbresësh nga presidentja në një nga emrat e përveçëm të një subjekti politik, së po këtë zonja Osmani e di fare mirë. Por e din edhe partia politike që po provon të taktizoj kështu me Kurtin, që të përpiqet për të bërë zgjedhjen e presidentit në anën tjetër nuk i mbyll derën zonjës Osmani dhe me një fjalë krejt çfarë po ndodh në Kosovë këtë ditë është një teatr shumë i sofistikuar. Askush nuk mund të bëj marrëveshje, pa marrëveshje nuk bëhet presidenti, të gjithë duan që t'i lajnë faj njëri tjetrit dhe kush më shumë e kush më pak po e ambalazhon ta themi atë produktin final që në perspektivën time janë baqja zgjedhjeve me datën 6 qershor të këtij viti, ose në rastin më të lartë 6 qershor të këtij viti. Nuk ka mundësi të dytë, nuk ka mundësi të dytë, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës nuk mund t'i garantojë kryeministit Kurti një numër stabil. Partia Demokratike e Kosovës duke ditur se është faktori vetëm që përcakton zgjedhjen e presidentit, thotë që edhe presidenti potencial, por edhe kundër kandidati presidentit potencial duhet nga ky subjekt politik, në të kundërtën ata nuk bëjnë marrëveshje me Kurtin, sepse kanë ndronë që në raundin e tretë kur mjaftojnë 61 vota, atëherë Kurti do të përmbysë, ta themi, marrëveshjen dhe do të votojë për presidentin e vet, ose që do të vinte nga subjekti i tij politik, e në këtë rast mund të jetë zoti Konjufca. Pas çfarë ka ndodhur deri tash, është se të gjithë palët nuk i besojnë njëri tjetrit, të gjithë e shohin zgjedhjen si opsion, por një gjë është e sigurt. Kryeministri Kurti është përsëri kryeministër në detyrë edhe pas datës 6 qershor ku do të bëhet zgjedhjet, ose deri atë do të jetë kryeministër, por edhe pas asaj date sepse ai do të vazhdojë të mbajë pushtetin. Por ndërkohë partitë opozitare do të jenë konstantja që do të shkojnë përsëri në zgjedhje, por edhe vështirë është që edhe pas zgjedhjeve të bëhet një zgjidhje. Kozëra që thonë se lëvizja vendosje mund të ketë ulje në këtë zgjedhje. Ndoshta do të humbë një deputet. Por ju e dini që në sistemin tonë politik, po që se lëvizja vendosje do t'i ketë 41 deputet në Kuvendin e Kosovës, do të jetë përtaktuese, pastaj për këtë kombinatorike në ashme. Dhe nuk pres se në rastin më të keq ky subjekt politik do të mund të ulet deri në kaq numra sapo propozojnë. Dhe prandaj Kurti është litari kryesor tash, vazhdon të jetë kryeministër dhe do të jetë edhe përtaktuesi i skenës tonë politike edhe pas mbartjes së zgjedhjeve të ardhshme, herë do kur do të mbarë. Po Ramadani kishte diçka për thënë. Nëse më lejohet një ndërhyrje shkurtër, ndoshta është për shikuesit atje në Shqipëri, sepse ne jemi këtu me specifikat e politikës tonë dhe i dim për vetë dhe mendojmë se ide dhe publiku shqiptar atje, por ideja është që pas zgjedhjeve të dhjetorit, ky kuvend nuk është që e ka prodhu vetëm, ose që është prit me prodhu vetëm një institucion që është presidenca, tash prej asgjëkundi kemi mbetë këtu. Por ky kuvend e ka prodhu edhe qeverinë e Republikës Kosovës, e ka prodhu edhe kryetarin e Kuvendit Kosovës. Pra, qysh në krye të verës, lëvizja vetëvendosje nuk ka shpreh gatishmëri për marrëveshje, nuk ka shpreh gatishmëri për konsensus politik, aty ku ndohen pra edhe përgjegjësitë. Por ka shku kryen veten një herë tek zgjedhjet e Shkurtit, pa i pasur votat për Albulena Haxhiun, me 56 personca të kuvendit, me shkelje kushtetuese, ka tentu me imponu si kryetarit të kuvendit, pastaj kur i mblodhi votat për kryetarit të kuvendit, vazhdoi me arrogancën e numrave për ta zgjedhur Albulena Haxhiun kryetarit të kuvendit, Albin Kurtin kryeministër dhe tash e do Glauku Konjufcën president. Në këtë rast opozita, si më thonë, nuk po fillon loja këtu, që opozita do të tregohet konstruktive ashtu kështu. Qysh në krye të herës, ai që merr më shumë vota do të tregohet fillimisht konstruktiv, nëse don ti zgjidh proceset. Kurse me këtë kryenetësi, pastaj mund të shkojmë sërish edhe një herë në zgjedhje, dhe siç e tha zoti Ymeri, pa vetëvendosje prap nuk bëhet, është e vërtetë që nuk bëhet, mirë po këtë do të shërbejë si një mësim që në krye të herës, kur fillon themelimi i institucioneve, ndarja e përgjegjësive, atëherë të ulën në tavolinën e diskutimeve dhe atëherë të jenë më gjeneroz me njëri tjetrin për ta ndarë pushtetin dhe për ta vazhduar edhe qeverisin edhe jetën institucionale. Qartë, kam një pyetje për të dy, ndoshta nisim me Dorajedin. Dorajet,
Tani, negociatat ka nisur, dje kur i takoi Abdi Xhikun, për ta kuptuar pak më qartë, janë kandidaturat e fundit propozuara nga vetëvendosja apo mund të kemi përmbysje, mund të kemi kandidaturat tjera, ndoshta propozime nga opozita. Më thoni. Vetëm është shumë e rëndësishme të kuptohen 2-3 gjëra, do të thoya përpara se të elaborojmë çështjen. Nëse Kurti nuk do të propozonte Abdi Xhikun dhe nuk do ta propozonte edhe zonën Kollçaku, ne automatikisht ne do të shkojmë në zgjedhje. Dhe sepse fakti që s'do të kishte propozime, do të nënkuptonte që ne e pranuam zgjedhjet si opsion. Kurti e bëri një farë... Pyetja ime është, janë kandidatët që kanë marrë aprovimin e disa prej deputetëve më herët, para se shkonim kushtetuese dhe çfalli dekreti, apo janë në tavolinë kandidat krejtësisht tjerë, se ka një procedurë edhe për aprovimin e kandidatëve, apo jo? Kjo është kur në lojë në shoh dhe kush i ka figurat kryesore në lojë. Prandaj po them fakti që ky vendosi këta kandidat është për ta konsumuar të drejtën e propozimit dhe fillimin e procedurës. Në të kundërt të ne sot do të flisnim për zgjedhjet, jo për diçka tjetër. Kjo është çështja e parë, por kjo s'do të thotë që këta do të mbesin kandidat. Nëse ka gatishmëri për marrëveshje politike, ose nëse për çka unë absolutisht nuk besoj që do të ketë. Po pra, se këtë doja të kuptoja, nëse ka të njëjtët kandidat, nuk mund të pretendojmë se do të ketë marrëveshje, se qendrimin opozitarët e kanë dhënë për këta 2 kandidat. Të kuptojmë përqasjen, kjo është ideja. Ja, kjo është çështja që po ngrisni është saktë dhe natyrisht mendoj që ky është thelbi, apo jo? Po saktë. Por ky vendos ato për t'i pasur në lojë, për të siguruar mbarvajtjen e procesit, dhe ndërkohë flet me partitë politike gjithmonë duke supozuar që mund të gjejë një kandidat tjetër. Por problemi është këtu, se nëse na duhen neve votat kur i marrim në shkrimet. Pra ne nuk mund të bëjmë një marrëveshje për kandidat për një kandidat në ashtu, pa e pas një marrëveshje të gjerë politike, në të cilën domosdoshmërisht përfshihen së paku edhe serbët. Sepse dy çështje është. Ka sa themi dy çështje. E para, këta kandidatë që janë në garë, këta i marrin në raundin e tretë votat domosdoshmërisht. Po Kurti, nëse arrin që të shtyjë në proces të votimin mbi 80 veta apo presidentin vet. Sepse në 2 raundet e para duhet që të jenë 80 veta në sallë.